Sërish ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës duke ndërprerë kështu për të dytën herë. E kjo situatë që po zhvillohet për formimin e legjislaturës së nëntë të Kuvendit nuk po pëlqen as pak qytetarëve. Njëri prej tyre tha se për zgjidhje të kësaj situate duhet bashkëpunim. Për mendimin tim është e jashtëzakonshme. Ky rast nuk ka ndodhur asnjëherë në shtetin tonë. Megjithatë, unë kisha apelu gjitha partitë politike, edhe qeverinë, edhe këta që janë pushtet, me bashkëpunu, me kalu për krize se inatet personale qojnë ujnë mullit të nëmikut. E nuk di çka duhet tjetër për pos me bashkëpunu, mu marrësh, me lun inatet. Jo ka drejt, jo s'ka drejt, kushtetutja e vazhdon edhe 2-3 javë, e qesin prapë në kushtetutë, prapë edhe kjo shkon dhe zgjedhje lokale, a bën e kanë edhe atë qëllim. Një mërgjimtari i cili kishte ardhur për të votuar nga Mërgata në zgjedhjet e nënshkurtit u shpreh se situata ndodhur sot është një dështim total. Ata njerëz që janë aty, me zgjedhjet një gjuhë përbashkët, më ullë, me bisedua, me informu institucionet të shtetit, sa në maj mirë që është. Unë nuk kom marrë për zgjedhje sa kom qenë këto, që jam mërgjimtar, kom votua, po kom mendoj që me të vërtet jemi mushman, kemi kulturë demokratike që mundem i bo ato gjithat. Mirë po sot edhe para 3 ditës kur kjo është dështim total i politikës në Kosovë. E përderisa seanca të konstituohet, qytetarët janë në pritje të ndërtimit të institucioneve të reja.